Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë arrestuar në flagrancë një 30 vjeçar banues në fshatin Lumall, i cili u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Policia thekson se kontrollet në akset rrugore do të vijojnë me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugë. Një tjetër rast është regjistruar në qytetin e Shkodrës, ku një 53 vjeçare ka kallëzuar në polici se fëmijë i saj, 65 vjeçari BX, ka shembur një pjesë të murit rrethues të oborrit të banesës. Pas verifikimeve paraprake, specialistët për hetimin e krimeve kanë referuar materialet në prokurori për kryerjen e veprimeve të mëtejshme ligjore. Ndërkohë në Malsinë e Madhe në fshatin Koplik i Sipërm, një zjarr i dyshuar si aksidental ka përfshirë stallën e baktive të një 31 vjeçari. Flakët kanë shkaktuar dëme materiale, por fatmirësisht nuk është raportuar për të lënduar apo humbje jete. Policia dhe shërbimi zjarfikës kanë bërë të mundur izolimin e zjarrit duke parandaluar përhapjen në banesa të tjera. Drejtoria vendore e policisë Shkodër bën me dije se të gjitha materialet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.